Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Shëndetësisë konfirmoi shkeljet e gjetura gjatë ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike në Maqedoninë e Veriut. Në një prononcim për mediat, Azir Aliu tha se komisioni huaj ka vërejtur gjetje të dyshimta tek 9 pacientë lidhur me dyshimet për operacione të panevojshme. Për 9 pacientë të tjerë, sipas ekspertëve të huaj, po citoj, dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembull, mos përputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar, pas së cilit ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura qoftë endokrinovaskulare apo kirurgjikale. Ministri i Shëndetësisë tha se raporti komisionit të huaj, së bashku me raportin e komisionit vendas, do dorëzohen qeverisë, prokurorisë, odës së mjekëve, inspektoriatit sanitar dhe shëndetësor, fondit shëndetësor dhe komisionit për parandalim të korrupsionit. Pas paralajmërimeve të studentëve shqiptar për protesta më 18 maj, kryeministri Istra Mickovski bëri thirrje për durim dhe se së shpejti do të propozohet zgjidhje për kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Jam i bindur që ai propozim do të jetë sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe sipas standardeve ndërkombëtare, kështu që unë i lutoj të gjithë ata që janë pjesë e këtij procesi të jenë të durueshëm, sepse ka forca politike në shtet që nuk duan të jemi shtet që përparon, shtet që ka reforma, por duan një shtet që të ketë trazira, konflikt dhe protesta, tha mes të tjera Istra Mickovski. Ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko del në mbështetje të protestave të studentëve shqiptar që pritet të mbajnë më 18 maj në Shkup. Sipas ish kreut të qeverisë shqiptare, studentët kërkojnë të drejtën e tyre më të vjetër në botë, atë të gjuhës samtare. Kërkojnë që gjuha e provimit të jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe. Të studiosh shqip dhe të japësh provim në maqedonisht, fyën inteligjencën më naive, shkruan Pandeli Majko përmes rrjeteve sociale. Ish kryeministri shqiptar shkruan se askush në Maqedoninë e Veriut, të ardhmen e ndritshme në Bashkimin Evropian nuk mund ta kthejë për shqiptarët në të kaluarën e erët të Jugosllavisë së dikurshme. Është një betejë për të ardhmen, protestoni sot, apelon Pandeli Majko. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen, Bilal Kasami, konfirmon vullnetin e Zjadin Selës për të bërë pjesë e qeverisë në rrethana të caktuara. Në intervistë televizive për TV21, Bilal Kasami tha se ka mesazhe që tregojnë se eksponenti i aleancës është i gatshëm të jetë pjesë e qeverisë. Ne vlerësojmë lartë interesimin e zotrit Zjadin Sela për të qenë pjesë e qeverisë. Do të ishte i gatshëm që me kushte të caktuara të jetë pjesë e qeverisë dhe ne vlerësojmë këtë interesim. Ndonse nuk përjashtoi mundësinë që në këto momente të caktuara të ketë bisedime me Selen, Kasami deklaroi se qeveria i ka numrat e mjaftueshëm dhe nuk është e nevojshme që të ketë parti të tjera. Për momentin, vlerësojmë që qeveria ka numra stabil dhe nuk ka nevojë për një subjekt të ri politik, por nga momenti kur ne do të vlerësojmë se ka nevojë edhe për një subjekt të tillë, sigurisht që do të ulemi dhe do të bisedojmë. Rajoni. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruesi detyrese presidentes Kosovës shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve televizjes Vevendosje. Krahas asaj ai shpreh shqetësimin se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën. Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit me mandat 5 vjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani, ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj janë qytetarët e Republikës së Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individëve brenda partive politike. Kongresisti amerikan Kesiel kërkon nga 4 vendet anëtare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self Torres de Lauer prezantuan gjithashtu një rezolut për mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet Denisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish kongresistit Elliot Engel si mik historik i Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare subvencionon shoqatat e transportit publik me 5000 lekë për çdo litër naftë konsumuar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se kjo masë parashikohet si kompensim për operatorët e transportit qytetas, ndërqytetas dhe rreth qytetas. Bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetas, ndërqytetas dhe rreth qytetas. Sipas këtij subvencionimi do të nisë me efekt që nga muaji mars, periudhë kur filluan dhe efektet e krizës së çmimeve të karburanteve. Një lajm i mirë tjetër që përsëri ne
u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Male bëri të ditur se rritja e elementeve të sigurisë në pullat fiskale do të përmirësojë cilësinë e administrimit fiskal, por dhe do të rrisë standardet e sigurisë ushqimore në vend. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Male informoi mbi amendimet e vendimit të Këshillit të Ministrave që lidhen me elementet e sigurisë së pullave fiskale. Rriten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit. Krahasaj, ministri bëri të ditur se një risi tjetër e pullave të reja do të jetë edhe barkodi që vendoset në këto pulla fiskale ku konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni, do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë Delina Ibrahimaj bën thirrje për ngritjen e mekanizmave institucional dhe financiar për të minimizuar ndikimin ekonomik dhe fiskal të këtyre fatkeqësive. Në takimin organizuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mbajtur në Tiranë, ministri Ibrahimaj theksoi se fatkeqësitë natyrore duhet të trajtohen si rreziqe me ndikim të drejtë për drejtë në jetën e qytetarëve, ekonominë dhe stabilitetin fiskal të vendit, duke nënvizuar nevojën për politika afatgjata dhe mekanizma të qëndrueshëm mbrojtës. Duke i referuar vlerësimeve të Bankës Botërore, ajo theksoi se Shqipëria mbetet një nga vendet me ekspozimin më të lartë ndaj fatkeqësive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rreziqeve. Në qendër spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë është vendosur në funksion të plot akseleratori tretlinar në shërbimin onkologjik. Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visajla gjatë inspektimit tha se nëpërmjet akseleratorit të ri dhe zbatimit të moduleve bashkore rriten kapacitetet e shërbimit në njësinë e radioterapisë, ndërsa aplikimi i teknikave të reja realizon ndërhyrje me precizion të lartë dhe trajtime më efikase për pacientët. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina duhet të jenë partner dhe jo rival, i tha presidenti kinez Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump, ndërsa e priti në sallën e madhe të popullit. Xi tha gjithashtu Trumpit se ishte i lumtur për vizitën në një kohë kur bota është një udhkryq. Presidenti amerikan Donald Trump vlerësoi marrëdhënien fantastike që ka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë fjalës hapëse të takimit dypalësh. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. Presidenti Xi dhe Trump diskutuan situatën në lindjen e mesme me Ukrainë dhe gadishullin korean gjatë samitit të tyre në Pekin. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, gjatë takimit të mbyllur për mediat, Xi ishte edhe më i drejtë për drejtë. Ai paralajmëroi Trump se çështja e Tajvanit, të cilën Kina e pretendon si pjesë e territorit të saj, është çështja më e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mund t'i çojë ato drejt konfliktit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështetet e Kina për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në ngushticën e Hormuzit. Shpresojmë të bindin ata të luajnë një rol më aktiv për ta bërë Iranin të tërhiqet nga ajo që po bën aktualisht dhe që po përpiqet të bëjë në Xi, tha Rubio për Fox News. Shefi i diplomacisë amerikane tha se Kina ka disa arsye për të interesuar në zgjidhjen e situatës në ngushticën e Hormuzit, e cila aktualisht është kryesisht e pakalueshme, duke theksuar se dhe anijet kineze janë bllokuar në Xi. Ai shtoi se ekonomia kineze orientuar drejt eksporteve po ndjen pasojat e krizës globale të shkaktuar nga situata në ngushticë, pasi vendet e tjera po blejnë më pak produkte kineze. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov sulmon drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, objektivi i vërtetë i SBA-s është të detyrojë kompanitë energjetike të Moskës si Lukoil dhe Rosneft të dalin nga tregjet ndërkombëtare. Zëdhënësi i Putin tha se as Rusia dhe as Ukraina nuk i besojnë më SBA-s si ndërmjetës për fundin e luftës. Dmitri Peskov thotë se fundi i luftës vjen vetëm nëse Ukraina tërhiqet nga Donbasi.
Paralajmëron dorëheqjen kryeministre e qendrës së djathtë e Letonisë. Evika Selina njoftoi se do dorëhiqet nga posti i lartë duke shkaktuar në mënyrë efektive rrëzimin e koalicionit qeverisës të vendit të zgjedhjeve parlamentare në muajin tetor. Largimi vjen pasi ministri i mbrojtjes i krahut të majtë të vendit Baltik, Andris Spruc, dha të dielën dorëheqjen. Ministri i mbrojtjes dha dorëheqjen pasi dronët ukrainas fluturuan në hapësirën erore të vendit nga Rusia javën e kaluar dhe goditën një objekt magazinimi nafte. 2 dronë ukrainas fluturuan mbi kufiri rus dhe u rrëzuan në tokën letoneze, një prej të cilëve shpërtheu në një depo nafte në Letoni lindore. Letonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen ajrore në rajonin e tyre pas incidentit. Rreth 77% e familjeve në Bashkimin Evropian janë pa fëmijë. Në vitin 2025, nga 203.1 milion familje në Bashkimin Evropian, vetëm 47.4 milion ose 23.4% kishin fëmijë, thuhet në raportin Eurostat. Në këtë raport thuhet se 14.7% ishin çifte me fëmijë, 5.6% ishin lloje të tjera familjesh me fëmijë dhe 3% ishin prindër të vetëm me fëmijë. Përqindjen më të lartë të familjeve me fëmijë kanë Slovakia me 35.4%, e ndjekur nga Irlanda dhe Çipër me 28.2%. Përqindjen më të ulët e kanë Finlanda me 18.2%, e ndjekur nga Lituania dhe Gjermania me 19.9%. Familjet me një fëmijë ishin veçanërisht të zakonshme në Portugali, Bullgari dhe Malë. Në 14 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, shumica e familjeve me fëmijë kishin 2 ose më shumë fëmijë. Kjo përqindje ishte më e lartë në Suedi, Hollandë dhe Irlandë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.